Ti e për herë në metamorfozë, gadishull i vogël me pamje magjepsëse. Mbi ty, sa ëndra rinore fluturuan, sa shpresa e bën pikturën tënde më tërheqëse. Mbrëmjeve pranverore, mbi liçenin e qetë, hëna hedh aureolën e ndritshme, mbi shkëmbinte tu hyjnit vallëzojnë, dhe vajzat këndojnë këngë vajzërie. Në juglindje të Shqipërisë, duke zbritur nga qafa e Thanës drejt Pogradecit, Lini është fshati i parë i cili shpaloset para syrit ton si një kartolin piktoreske. Ky fshat, i cili ndodhet rrezë kodrës së Shën Thanasit, buz liçenit të Ohrit, zgjon kurreshtjen e çdo udhëtari vendas e të huaj dhe i fton për ta vizituar atë. Lini, i cili përbëhet nga rreth 150 shtëpi me 1200 banorë, ndodhet 20 kilometra larg nga Pogradeci dhe 6 kilometra nga qafa e Thanës. Ky fshat, i cili shtrihet në një gadishull me dalje direkte në liçen, shtrihet në bregun perëndimor të liçenit të Ohrit dhe i përket komunës Udënisht. Banorët e fshatit Lin u përkasin dy besimeve fetare, ati ortodoks e mysliman. Vlen të theksohet fakti se ata kanë marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin. Në Lin janë karakteristike shtëpitë e vogla të ndërtuara pranë njëra tjetrës dhe kaldrëmet e ngushta të cilat të çojnë në liçen. Shumë prej shtëpive nga ndërtimet e vjetra kanë në konstruktin e tyre një shtresë druri të vendosur midis gurve. Kjo për t'i mbrojtur ato nga amortizimi gjatë lëkundjeve sismike. Banorët e fshatit janë marrëzakonisht me bujqësi e blegtori, por vitet e fundit ka filluar të lulëzoj edhe turizmi. Një pjesë e mirë e të rinjve kanë emigruar në shtete të ndryshme dhe kanë bërë të mundur të ndihmojnë prindrit e të afërmit e tyre që të investojnë në fushën e turizmit, duke i kthyer shtëpitë e tyre në bujtina. Sipas besimeve fetare, Lini është edhe i ndarë në dy lagje, lagja ortodokse dhe lagja myslimane. Sipas gojdhënave, thuhet se dikur në linjën e vjetër pas Kodrës, para se fshati të përmbytej, jetonte një princeshë me emrin Elina. Pas përmbytjes, banorët filluan të ndërtonin banesat e tyre të futura në këtë gjit të vogël, për të qenë më të mbrojtur, dhe kështu lindi Lini i ri, i cili e mori emrin Lin për nder të princeshës Elina. Dërsa një gojdhën tjetër e rrëfyer edhe kjo nga banorët e zonës, na tregon se pasi fshati i vjetër u përmbyt dhe u vendos në këtë anë rreth Kodrës, mori emrin Lin, nga fjala lind, pasi rilindi sërish. Dialekti tosk flitet në zonën e Linit. Sipas historianit me origjinë bullgare, Vasil Kançov, Lini është i vetmi vend në Shqipëri ku flitet dhe dialekti i Vevçanit, i gjuhës maqedonase. Dialekt ky i folur nga banorët e fshatit Radozhdë, Maqedonia e Veriut, me të cilin ndahen kufijtë e Linit në anën maqedonase. Kjo ka ardhur edhe si pasojë e martesave midis banorëve të dy fshatrave kufitare, pasi shumë vajza, para periudhës së komunizmit, ishin martuar me djem nga Lini. Megjithatë, ky dialekt përdoret më tepër nga brezi i tretë dhe nuk është ruajtur nga të rinjtë.
Disa toponime nga zona e Linit janë Zagragje. Za do të thot pranë dhe grat sipër, pra pranë pjesës së sipërme, dhe ky është një toponim slav. Toponimet të tjera janë Plenjë, Golmadinë, Livadhet e Bashallit, Bakalicë, Bariç, Lugje, Trepet, Mullinj. Fjala mullinj vjen nga mulliri i vjetër, në të cilin në kohën para luftës banorët shkonin për të bluar drithin. Kishat dhe xhamia e Linit dëshmojnë se në këtë vendbanim ka banuar një popullsi mjaft e gjerë dikur. Në qendër të fshatit ndodhet xhamia, në të cilën para çlirimit ka shërbyer Hoxha Arif Bashalli, i cili studioi në manastir e më pas në medresen e Stambollit. Ai kishte njohje me motrat Sevasti e Parashqevi Qirjazi, madje kishte ruajtur dorëshkrime me poezi dhe libra nga motrat Qirjazi, të cilat në periudhën e monizmit, sipas dëshmive të familjarëve, u zhdukën bashkë me librat e fesë, të cilat i kishte ruajtur. Ndërsa prifti i parë i Linit ka qenë At Erazmi Jorgo, me origjinë ishte nga Lënga e Mokrës. Ai u arsimua për prift në seminarin e manastirit dhe shërbeu deri në vitin 1924 në Linë të Pogradecit, e më pas në vrakët të Shkodrës dhe në vazhdim në qytetin e Durrësit, duke ruajtur gjurmë të pashlyeshme të vlerave dhe trashëgimisë shpirtërore. Kishat e Linit që mund të përmendim janë Kisha e Shën Varvarës, Profeti Ilia, Kisha e Shën Dimitrit, Kisha e Shën e Premtes, Kisha e Shën Thanasit, vendi i kishës së Shënmërisë, Shën e Djela, Shën Nikola, e thirrur nga banorët Shënkoll, Kisha e Vogël në Zagragje, që nuk i dihet emri, Kisha Bunker në formë kupole, Bazilika e të tjera. Të gjitha këto dëshmojnë për vendbanimet e një qytetërimi mjaft të lashtë, të madh, po dhe të kulturuar, të banuar në këto troje. Në fund të viteve 60 të shekullit të kaluar, buzliqenit dhe afër Linit është zbuluar një lokalitet arkeologjik. Aty janë gjendur vegla guri të periudhës së Bakrit, Dalta, Sëpata, Çekan e të tjera. Në periudhën e Hekurit ky vendbanim është braktisur dhe është mbuluar nga liçeni, kurse banorët janë vendosur në kodrën e Shën Thanasit sipër Linit, aty ku sot gjenden rënojat e një bazilike paleokristiane. Mbi kodrën shkëmbore të këtij gadishulli para 3000 viteve ka ekzistuar një qytetëz e dasaretëve ilirë, emri i së cilës nuk është zbuluar. Jeta në gadishull ka filluar qysh në periudhën e parë të epokës së Hekurit, e ka zgjatur deri në mesjetën e hershme. Por gojdhënat thonë se Lini dikur ka qenë i shtrirë deri në mesin e liçenit. Gjithashtu legjenda thot se ushtarët romak të Jul Cezarit, kur kanë bërritur në kodrën e Linit para 2000 viteve, të mahnitur me bukurinë që kanë parë, kanë bërtitur Lyhnidas, që do të thotë liçeni i dritës.
Rënojat e bazilikës paleokristiane të shekullit të 6, ndërtuar në kohën e perandorit Justinian, janë zbuluar në vitin 1967 dhe janë shpallur monument kulture në vitin 1973. Kjo bazilik është e zbukuruar me mozaikët e veçantë nga shekulli 4 dhe i 5, që paraqesin figura të ndryshme të peshqve, të zogjve e të tjera. Bazilika dhe mozaikët të ndodhura në Kodrën sipër fshatit, pos monumente, janë dhe pika të rëndësishme turistike. Shkolla 9-vjeçare, Myredim Bashalli në Linë, e rikonstruktuar tashmë, është një shkollë me standarde bashkëkohore. Ambientet e saj konkurojnë në kushtet e shkollave europiane. Një shkollë me një staf të kualifikuar mësuesish, me kabinet model të kimisë e fizikës, me ambiente sportive, bibliotekë e të tjera, por ashtu si edhe në shumë shkolla të tjera në vend, numri në ulje e lindjeve të fëmijëve, por edhe emigracioni në rritje, ka ndikuar në ulje ndjeshëm të numrit të nxënësve. Përshëndetje, këtu jemi me drejtorin e shkollës Myredim Bashalli në Linë, zotin Erdi Leka. Përshëndetje, drejtor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit, kënaqësi që na pritët. Do doja që drejtoja disa pyetje. Fillimisht, kur është hapur për herë të parë shkolla në Linë? Si godinë e parë? Faleminderit për pyetjen. Për të parë si godinë që ka filluar në Linë është viti 1924. Dhe është hapur në një banisë që ndohet në zonë, banisa e parë ndodh vete Shegani. Pastaj kemi disa godina të tjera që është vitit 1929 prapë një shtëpi në këtë zonë, kemi pastaj të vitit 1981 dhe godina ku ne aktualisht zgjojmë mësimë është nga nisur punime në 78 dhe në vitin shkollor 81 ka nisur për të parë fëmijët mësimin e këtë godinë që ne jemi sot. Aktualisht ju jeni drejtori i kësaj shkolle. Mund të na thoni disa emra të tjerë drejtuesish të kësaj shkolle në vite? Patjetër, duke qenë se kjo shkollë ka nisur që në vitin 1924 për të parë, ka qenë një sër drejtues në këtë godinë, por edhe godinat e tjera, ku do përmendim disa nga ata, që ishte Luan Slenica, Jordan Bice, Kozma Burnazi, Naum Bice, Dori Bice, Dimitraç Anastasi, Agron Qyshko, edhe shumë të tjerë që ndoshta s'po përmendim mirë, por kjo shkollë ka dhënë shumë figura drejtuesish dhe në pozicione ose në kategori arsimit të ndryshëm. Kanë dhënë disa kuadra të ndryshëm. Dikur edhe unë kam qenë nxënëse e kësaj shkolle, kam patur kënaqësi dhe në kohën time ka patur shumë nxënës. Ka patur klasa me nga 2 paralele. Pasi kjo shkollë më vinte nxënësit e 3 fshatrave, Buqezët, Biskupat edhe Litë. Si është gjendja sot? A keni numër nxënësish të mjaftueshëm? Siç e thatë juve, pra që kjo shkollë viste fëmijë nga 3 fshatra dhe aktualisht vazhdojnë prapë pra nga fshati i Linë, Buqezët dhe Biskupat, nga e para në të nëntë fëmijët vinin e zhvojnë mësimin në këtë godinë. Më përpara to patjetër ka qenë me 2 paralele ka qenë klasat. Kemi disa vite që numri fëmijëve është në rënje. Për disa arsye që mund të përmendet për shembull shkak arsyesh në çmëria unë dhe emigracioni që ka përfshirë këtë zonë. Emigracioni është një problem për të gjithë ne mësuesit, në të gjitha shkollat. Besoni se një ditë emigrantët do të kthehen dhe fëmijët e tyre do studiojnë sërish këtu?
Duke parë numrin të lartë të turistëve që kohët e fundit ka përfshirë vendin tonë, duke parë që në zonë po hapen shumë kujtina, duke parë që në zonën tonë janë duke hapur një sër biznesesh të ndryshme, lokale, zonja që ka filluar nëpër barisën e tyre të bëjë punime dore, të gjitha këto kanë bërë të mundur që të rrisin në nivelin ekonomik të familjes së tyre, po edhe të zonës, dhe kjo ka bërë që po shikojmë që edhe disa emigrantë ka filluar të kthehen në vendin e tyre, të hapin rutina, të hapin këto biznese, se shikojnë që ardhi jashtë këtu. Duke parë që edhe godina që jemi aktualisht, sa po u rekonstruktua, u bë me kushte shumë të mira, që përpara nuk kishte patur kjo shkollë, me palestë të brendshme, me calceto, u plotësua kabineti biologjik me çdo gjë të nevojshme, u plotësua kabineti fizik me çdo gjë të nevojshme, pra kushtet janë bashkëore dhe si shkollët e Bashkimit Evropian. Dhe shpresoj të gjitha këto investimet kohët e fundit që ka trequr kjo zonë, edhe nga qeveria me ujë të pishëm, me ndriçim, tash besoj si fitet edhe urat e zeza, të gjitha këto mendoj që turizmin edhe të gjitha ata që janë larguar për arsye të ndryshme jashtë vendit, besoj një ditë do rikthehen në këto zona. Të shpresoj. Patjetër. Faleminderit për praninë tuaj dhe këto pyetje që shtruat dhe shpresoj që u bëft më mira për arsimin, për zonën, Kryesisht për zonën e Linit, edhe për gjithë stafin që janë të shkollë. Shumë faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit. Kur përmendim veshje tradicionale shqiptare, bëhet fjalë për një pjesë të gjerë të kulturës materiale shpirtërore të popullit tonë. Të gjitha këto janë tradita të trashëguara brez pas brezi. Përhapja e kostumeve popullore dhe trashëgimi i tyre është detyrim moral i çdo individi që i ka në zotërin personal këto veshje. Por fatkeqësisht, pas viteve 90 me periudhën e tranzicionit, shumë prej këtyre veshjeve u shitën jashtë kufive, duke sjellë kështu edhe një zbehje të lehtë të interesave të banorëve të vendit ndaj traditave kulturore materiale e jo materiale. Kur ne themi kostume tradicionale, vlen të përmendet se shumë emërtime të elementeve përbërëse janë përmendur që në vitet të hershme në shekullin e 18 e më herët. Fjalët si xhokë, palto, qesike, xhamadan, linjë, këmishë, e quajtur ndryshe dhe mëngore, të veshjet e burrave, brez, tirqe e të tjera. Në zonën e Linit kanë qenë tirqet prej shajaku të zi e të bardhë tek burrat, si edhe këmisha, gjeleku, brezi e qeleshja në formën e sheshtë. Te veshjet e grave, mund të përmendim 3 lloje veshjesh. Një veshje për të dalë, një veshje për punë e një veshje nusërie, të gjitha këto të punuara me dorë. Një pjesë e elementeve e punuar në tezgjah, gjithashtu ishin të qëndisura me ruaza me ngjyra të ndezura, si edhe punime me grep. Në veshjen e përditshme, përdoren materiale të lehta duke eliminuar zbukurimet apo elementet e rënda, pasi gruaja duhet të kishte lirshmëri në lëvizje, për të qenë më e zhdërvjellët në punët e përditshme. Vend të veçantë zinte edhe veshja e nusërisë. Vlen të theksohet fakti se sipas besimeve fetare, kemi dhe llojet e veshjeve. Kemi llojin e veshjes së nuses së krishterë dhe veshjen e nuses muslimane. Tek veshja e nuses së krishterë, elementet përbërës janë këmisha, e cila qepet nga një lloj pëlhure e endur në tezgjah, sipër kemi xibunin, i cili është një lloj paltoje pa mëngë, dhe më pas kemi brezin, dhe ai gjithashtu është i endur në tezgjah, është prej leshi brezi, kemi përparsen
dhe shaminën që vendoset në kokë. Gjithashtu kemi dhe varset dhe vëthët prej argjendi si elemente zbukurues të kësaj veshjeje. Veshjet me këmishë të gjatë e me përparse janë tipi më i përhapur i veshjeve për gra në vendin tonë. Po përmendin disa pjesë kryesore edhe të veshjes së nuses muslimane, e cila është këmisha e gjatë, përparja, xhoka, brezi, gjithashtu kemi qesiken, kemi jelekun me rupa prej argjendi dhe pjesët e tjera, po na i shpjegon zonja Hava Bashalli nga fshati Lin. Përshëndetje, unë quhem Hava Bashalli, jam banore e fshatit Lin dhe flasim për traditat tona. Po shpjegoj veshjen e nuses, kjo është ksuli, thoshin. Ksuli thonë. Kjo është tepe, këto janë curufe, këto janë lule që bëhen me dorë, ky është gjerdan, qostek, ky është jeleku me rupaj. Kësa i thonë qesike. Kjo bëhet nga shajak i bardh me lesh në vedër, pastaj pritet edhe që mbiset me këto. Me këto fijet e leshit të dredhura në gjerroku. Një element përbërës i veshjes së nuses muslimane ka qenë përparësja e bardhë, prej materiali prej leshi e punuar në tezgjah. Dhe kjo përparse ka qenë në ngjyrë të zezë për vajzat dhe për gratë e moshuara dhe në ngjyrë të bardhë për nusen. Mjaft të veçanta janë edhe raftet, punuar prej argjendi, prej artizanëve vendas. Veshja e nuses muslimane është përdorur kryesisht në zonën e Linit, të Rodokalit e të Rajcës. Veshja e nuses së Krishterë është përdorur në zonën e Linit, gjithashtu edhe në zonën kufitare, në fshatin Radozhdë e në qytetin e Strugës, në Maqedoninë e Veriut. Liçeni i Ohrit shtrihet në luginën midis Ohrit dhe Strugës, në rajonin kufitar midis Maqedonisë dhe Shqipërisë. Ndodhet në 41 gradë gjerësi veriore dhe 20 deri në 21 gradë gjatësi lindore. Dhe lartësia e tij është 695 metra mbi nivelin e detit. Ai mbulon një sipërfaqe prej 358.2 km2, 2/3 e së cilës i përkasin Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pjesa tjetër Republikës së Shqipërisë. Vija bregliqenore është 87.5 km e gjatë. Gjatësia maksimale është 30.8 km. Thellësia mesatare është 164 metra dhe thellësia maksimale 289 metra. Liçeni është i rrethuar nga varkmalet e malit të Mokrës, Mokra Planina, me lartësi 1589 metra, Jabllanicës, me lartësi 1945 metra, dhe nga kreshta gëlqerore e malit Galicica, me lartësi 2255 metra. Malet përreth janë jashtëzakonisht karstike. Liçeni i Ohrit është liçeni i 7 më i thellë në Europë. Pjesa më e madhe e masës ujore të liçenit vjen nga burime të shumta, sipërfaqësore dhe nëntoksore. Kjo është arsyeja që disa studiues e konsiderojnë atë unik në botë. Pjesa më e madhe e burimeve sipërfaqësore shtrihen përgjatë bregut jugor, pranë manastirit të Shënaumit në anën maqedonase dhe pranë fshatrave Tushemisht, Starovë, Lin dhe qytetit të Pogradecit në Shqipëri. Në liçen të erdhen rreth 40 lumenj dhe burime, 23 në territorin shqiptar dhe 17 në territorin maqedonas. Gjatë verës, shumica e tyre thahen, ndërsa lumenj të Sateska, Koleska dhe Corava janë të vetmit ujra me rrjedhje të konsiderueshme të ujit, që ushqejnë liçenin. Me përdorimin e izotopeve natyrore në vitin 1980, u vërtetua gjithashtu
se liçenet e Prespës dhe Ohrit janë të lidhura hidrografikisht. Dëshmitë kanë konfirmuar se më shumë se 50% e ujit nga burimet pranë Shënaumit vjen nga liçeni i Prespës. Endemizmi, prania e organizmave të veçantë, unikë, edhe pse më pak i nënvizuar se në liçenin Baikal, është i pari botës së gjallë të liçenit të Ohrit, që përfshin 88% të infusorisë endoparazitare, organizma të vegjël parazitar, 44% të rhabdocelitit dhe 71% të trikaliditit të vogël, gaforet dhe 60% e peshqve. I ashtu quajturi procesi speciacionit intralakustrik, veçanërisht për liçenet e vjetër, të thellë dhe të mëdhenj në botë, po vazhdon në liçenin e Ohrit dhe ka përfshirë dhe faunën e peshkut. Madhësia e liçenit dhe cilësia e faunës së peshkut e mbështesin rëndësinë e tij në aspektin e peshkimit. Cilësia dhe rëndësia ekonomike e popullatës së peshqve të liçenit janë të një niveli shumë më të lartë se ai i liçeneve të tjera të Ballkanit, madje edhe më i lartë se liçenet e cekta dhe shumë produktive të rajonit të Egjeut. Popullata e peshqve të liçenit të Ohrit përbëhet nga 17 lloje vendase që i përkasin 4 familjeve: Salmonidae 2 lloje, Cyprinidae 12 lloje, Cobitidae 2 lloje dhe Anguillidae 1 specie. Korani ose Salmo letnica është një specie endemike e troftës së liçenit të Ohrit. Korani i përket familjes së salmonideve, pra shpeshku i pastër i këtij lloji. Ai është i njohur në mbar botën dhe mund të arrijë peshën maksimale deri në 10 kg. Megjithatë, në kushtet aktuale në liçen, ai arrin peshën e 1 kg në vitin e 7 të jetës së tij. Lloji i fundit i troftës, belushka ose belvica, është më i vogël se korani. Mund të arrijë 30 cm në gjatësi dhe të peshojë deri në 1 kg, por rrallë, pasi kjo peshë mund të arrihet vetëm në vitin e 12 të jetës së saj. Peshku plasica kapet në periudhën e dimrit dhe mund të arrijë 5 deri në 10 cm gjatësi. Perla e famshme e Ohrit prodhohet duke përdorur teknologji të posaçme për përpunimin e luspave të saj. Krahas këtyre llojeve të peshqve, ekziston edhe krapi, skobali, gurneci e të tjera. Në liçen ekzistojnë 2 lloje sfungjerësh, ndër të cilët është sfungjeri i rumbullakët endemik, më i njohur i Ohrit, që jeton në thellësi 40 deri në 50 metra. Gjithashtu liçeni dominohet nga lloje të ndryshme algash dhe bimë ujore superiore. Tipike për liçenin e Ohrit është bima nënujore e quajtur hara, që formon një unazë të vazhdueshme në fundin e liçenit në thellësinë 6 deri në 15 metra. Ekzistojnë gjithashtu specie endemike në popullatën e planktonit, organizma të vegjël mikroskopikë që notojnë ose lëvizin në ujë, si një zooplankton, përbërësi i kafshëve, ashtu edhe një fitoplankton, përbërës bimor. Rreth 10 milion rasate korani janë hedhur vitet e fundit në liçenin e Ohrit, duke bërë të mundur kështu që kjo specie endemike të mos rrezikojë zhdukjen nga peshkimi pa kriter. Inkubatori i rritjes së rasatit në fshatin e Linit është i vetmi në pellgun e liçenit të Ohrit që është funksional. Është një investim i qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Bankën Botërore. Siç na konfirmon një nga punonjësit e kësaj qendre, zoti Kopi Bice, nga peshkatarët e zonës grumbullohen rreth 2 milion vezë korani dhe vendosen në inkubator. Fal këtij inkubatori modern, ky proces i rritjes së rasatit zgjat nga periudha shkurt deri në tetor, kur edhe hidhet rasati në liçen. Pra, është një punë kolosale dhe mjaft e mirëmenduar që mbron këtë specie nga zhdukja. Në liçenin e Ohrit jeton edhe gjarpri i ujit, i cili ka një gjatësi prej 1 deri në 1.3 metrash dhe ushqehet kryesisht me peshq të vegjël.
Shpendët që jetojnë në liçenin e Ohrit paraqesin një botë më vete. Liçeni i Ohrit ka një botë të pasur bimore e shtazore, duke paraqitur kështu kushte të larta biotike. Shpendët ndahen në shpendët sezonale dhe shpendët të përhershëm. Nga shpendët sezonal do të veçonim dhe flamingot, të cilat pas një periudhe të gjatë u rishfaqen sërish në liçenin e Ohrit në periudhën e Covidit, pra në periudhën e pandemisë. Gjithashtu dikur liçeni ka qenë mjaft i populluar edhe nga pelikanët, por vitet e fundit edhe ata janë zhdukur. Shpendët që janë banor të përhershëm u janë përshtatur kushteve të jetës ku gjejmë një mjedis të përshtatshëm për ushqim dhe shumim. Disa shpendë që mund të përmendim janë guzat, patat, rosat, pulbardat, mjelmat, karabatakët, skifterët e të tjerë. Një pjesë e pasur me shpendë është edhe zona e tallave, e cila përbën një livadh ujor të pasur me alga. Koromani ose karabataku, Phalacrocorax carbo, brenda ditës gjuan mbi 2 kg peshq. Trupi i shpendëve që jetojnë në këtë zonë u është përshtatur kushteve të mjedisit bregliqenor. Duhet thënë se vlen të shtohen specialistët që merren me studimin e ornitologjisë dhe të studiohen pasojat ekologjike të këto shpendë, pasi pellgu i liçenit të Ohrit ka një pasuri shpendësh me të cilët duhet të krenohemi, por mbi të gjitha duhet të mësojmë se si t'i mbrojmë ato. Aktivitetet e njerëzve dhe ndotja akustike i ka trembur kafshët duke bërë që ato të largohen, por vitet e fundit pas periudhës së pandemisë kanë filluar sërish të shfaqen ujqit, dhelprat, lepujt e egër, kaprollet, arinjtë e të tjera. Zbulimi i fundit arkeologjik në lind të Pogradecit, i cili ka hapur rrugën një datimi më të hershëm historik në vendbanimin e palafiteve në Europë. Ka nisur që në vitin 2019, por ende ekspedita e arkeologëve në New York buzliçenit të fshatit Lind vijon të zbuloj gjurmë arkeologjike të palafiteve në një sipërfaqe prej 35.000 metrash katror. Drejtuesi i projektit zviceriani Albert Hafner shpjegon se materialet e gjetura deri më tani janë të mjaftueshme për të provuar se në Lind është ngritur vendbanimi palafit më i vjetër në Europë, që daton rreth 8200 vjet më parë. Ndërsa arkeologu shqiptar Adrian Anastasi rrëfen mbi teknikën e ndërtimit të këtyre banesave, të cilat sipas tij shënuan lindjen e një arkitekture të re të ndërtimit më të ndërlikuar se ajo e zbuluar deri më tani. Një nga detajet më interesante nga gjetjet në projektin Lind 3 janë qeramikat. Arkeologu Gjipali rrëfen se ato janë të punuara me një stil dekorativ të veçantë, që tregon edhe më shumë për mënyrën e jetesës së këtij komuniteti. Por edhe pozicioni i banesave nuk është i paqëllimshëm. Ky komunitet ka zgjedhur të ndërtojë buzliçenit, pasi veprimtaritë e tyre ekonomike lidheshin kryesisht me blegtorinë, bujqësinë dhe peshkimin. Drejtuesi i projektit, profesor Albert Hafner, nga Universiteti i Bernës, shpjegon se kjo nuk do të thotë se vendi ka qenë i banuar vazhdimisht për 2000 vjet. Në vend të kësaj, disa fshatra u ndërtuan në këtë vend me kalimin e kohës. Popullsia përdori rreth 300 pemë për të ndërtuar vendbanimin, i cili përbën një pyll të tërë. Qëllimi i arkeologëve është të kuptojnë se si u zhvillua bujqësia. Shtresat organike në vendet arkeologjike, ligatinore, ruajnë materialet shumë më mirë, duke ofruar informacione thelbësore për mënyrën se si bujqësia u përhap në Europë. Po gjurmojmë një moment kyç në këtë tranzicion, thot profesor Hafner. Ne e dinim se rajoni kishte potencial të konsiderueshëm për kërkime arkeologjike në origjinën e bujqësisë. Në aspektin arkeologjik, ky është një projekt i madh që përfshin 4 profesorë, 3 vende, universitetet e Bernës, Oxfordit dhe Selanikut dhe më shumë se 200 njerëz, duke përfshirë arkeologë, zhytës dhe staf teknik.
Duke qenë se bregu i liçenit gjatë kohës së neolitit mendohet se ka qenë afër rrugës së sotme, arkeologët kanë ngërmuar 2 zona në një thellësi 3-4 metra. Vendi ka 300 metra gjatësi dhe 200 metra gjerësi, ose rreth 6 hektarë. Sot, një pjesë e kantierit është nën ujë, ndërsa një pjesë në tokë. Kështu që ne po gërmojmë të dyja zonat, vë në dukje profesori. Pemët e përdorura për të ndërtuar shtëpit palafite dhe palisada tani po analizohen për të datuar vendin duke përdorur unazat e tyre. Ne përdorëm 2 metoda, datimi me karbon dhe dendrokronologjia, një term që rrjedh nga greqishtja, dendro që do të thot pemë dhe kronologjia, studimi i kohës. Duke ekzaminuar unazat e pemëve, ne mund të zbatojmë përcaktimin e moshës së vendit. Ne zbuluam 2 palisada, me një ndryshim 500 vjeçar midis tyre në linj, shpjegon profesori Hafner. Ndërsa datimi me radiokarbon ka një saktësi shekullore, dendrokronologjia është më e saktë, duke përcaktuar potencialisht vite specifike. Vendbanimet të ngjashme në Zvicër tashmë janë bërë pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, megjithse janë 2000 vjet më të reja. Profesor Hafner beson se zona e linit gjithashtu e ka këtë potencial, por sugjeron që duke qenë se liçeni i Ohrit është tashmë një sit i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, do të kishte më shumë kuptim të integrohej ky vend në projektin ekzistues të trashëgimisë botërore për liçenin. Adrian Anastasi, antar i Institutit Shqiptar të Arkeologjisë, ka punuar prej vitesh në zona nënujore, si në mjediset detare, ashtu dhe ato liçenore. Ai vë në dukje se ata zgjodhen këtë vend, në vend të 6 të ngjashëm në rajon, sepse ishte i rrezikuar nga gjuetarët e Thesarit, por gjetjet e vitit të kaluar i kaluan pritshmëritë. Ne konfirmuam atë që zbuluam vitin e kaluar, thot Anastasi. Fillimisht menduam se siti ishte 3 hektarë, por tani kemi të dhëna që tregojnë se mbulon 6 hektarë. Ne jemi duke punuar në një plan urbanistik dhe vizatim të shkallës dhe synojmë të përgjigjemi disa pyetjeve, të tilla si pse njerëzit zgjodhen të ndërtonin shtëpi në liçen, gjë që është sfiduese, sesa të përcaktojmë nëse ata po ndërtonin në mënyrë rrethore apo këndore, orientuar në raport me liçenin, thot Anastasi. Gjatë gërmimeve janë gjetur edhe qeramika dhe kocka, ku disa studentë nga Gjermania, Austria, Franca dhe Shqipëria kanë bashkuar forcat duke bashkuar një ekip europian për të ruajtur këtë gjetje prehistorike në Europë. Sipas rrëfimeve të banorëve vendas, Gojëdhëna thot se lini i vjetër ka qenë ndërtuar në anën tjetër të Kodrës, pra në zonën e palafiteve, por më pas u përmbyt dhe banorët ndërtuan vendbanimet në anën tjetër të Kodrës, ku ndodhen dhe sot. Fakti që banorët kishin ndërtuar shtëpi mbi ujë është pak i vështirë për t'u shpjeguar, për shkak të periudhës së hershme. Mos ndoshta mbroheshin nga kafshët grabitqare të cilat e kishin frikë ujin? Apo ndoshta kishin banesa të cilat shtriheshin në ujë, por edhe në tokë, në mënyrë që të koordinonin sipas stinëve, gjuetinë e peshkut me gjuetinë e kafshëve dhe bujqësinë. Megjithatë, kjo hipotezë duhet hulumtuar nga studiuesit përkatës.